të PDK-s sot për pak momente mund të jenë penduar pse i hyn kësaj rruge. Berat Buzhale e Petrit Selimi nuk i mbushin sallën. Ajo e Aukut u pa gjysmë e zbrazët kur këta dy erdhën të bashkëbisedojnë me student. Nuk dihet nëse u erdhe mirë apo jo për këtë fakt, por ata të dy mbase do të dëshironin të kishte edhe më pak kur më vonë u vunë në ciklet nga ata që pyetnin. Muhabeti në shtëpinë e amerikanëve nisi siç e do rendi shqiptarëve. Mysafirët flasin të parë. Selimi tregoi pak histori të familjes së tij, përmendi kë pati gjysh e stërgjysh. Gjyshën për të deputetë dhe kanë ministrë që rejnë përse që në familje të emëna si drejtën si më gjithë situatën shumë këna për politike. Pak në Shqip e pak në Anglisht a i folja dhe për të mira që jasoli komunitetit. Një studente shfaqi mos pajtim me atë që tha Selimi. Sa i përket koncerteve, anënoni që qaj është e boftë, në shme parë për shemë të misëzat prej Hollywoodit edhe Antari i ri i PDK-s tregoi për të lashet e mëdha për investimet në arsim. Selimi tregoi se çfarë u desh të bëjë ministri Ender Hoxha për të marrë donacion nga Norvegjia. Marrë shumë ato Norvegjisë, ministri i arsimit, çka më bëka ton poshtë zotin dy shkolla më e shërta në rajonin fukarove. Pyetje pati edhe për Buzhalin, por ai përfundonte më shpejt. Të kryu në shpejt me tret, e ti paske punë më përgjigj. Kjo strategji nuk ndezi në të gjitha rastet. E kanë bë paqen, e kanë bë luftën, e kanë shpall shtetin, e kanë bë kushtetutën, edhe kanë bë Kosovën shtet funksional. Fali, duna me përsërit, Joe Biden e ka qujt George Washington i Kosovës. E ka qujt duna i Kosovës. Dikush reagoi pas kësaj që tha Buzhali. Se PDK-ja ka bë paqen, luftën, shtetin, tjerta me që kanë aplauduar që kanë bëhet atje. Në siklet nuk ishin vetëm Buzhali e Selimi, por edhe shokët e tyre në publik. Pas përfundimit të debatit, ky i dyti u mundua të jap disa argumente shtesë në studentëve. Ky e fundit e dëgjoi për pak qaste e pastaj i tha se nuk i ka 5 minuta të qëndrojë me të. E lëvizja